Në ambientet magjike të Kalas së Ulqinit, nxënësit e shkollës së mesme profesionale komunale Gjoce Stojqeski, e njohur ndryshe si shkolla tekstile nga Tetova, prezantuan sfilatën e parë jashtë vendit me veshje të krijuara nga vetë ata. Identiteti i gdhendur ishte titulli simbolik i sfilatës, ku nxënësit sollën jo vetëm krijimtari, por edhe histori dhe traditë. Kostumet ishin të punuara me dorë, të qëndisura me kujdes dhe të dizajnuara me një mjeshtëri të veçantë. Tema është identiteti gdhendur, kam punuar nxënësit e shkollës tekstile profesionale, kanë marrë pjesë 15 nxënës, janë vitet e 4-ta edhe do janë të viteve të 3-ta. Sfilata është e ndarë në 2 pjesë. Pjesa e parë është rilindasit tanë shqiptar dhe pjesa e dytë është pjesa tradicionale që i bashkon gjitha troja shqiptare. Tradicionalja e modernizuar. Veshjet janë punuar me material bazë, ka qindisje me dorë, ka ngjyrosje të materialit, komplet teknikat e ndryshme të pjesës të dizajnit janë të punuara në materiale. Po të shoqë në fillimin e tij falenderoj profesoreshët të cilat kanë punuar këto muajt e fundit 2-3 muaj, me gjithë këtë punë që kanë bërë, një herë edhe nxënësit, mirë po pa ndihmën e profesoreshëve dhe ishte pamundshme kjo të bëjë. Është një punë shumë e madhe, duke filluar prej idesë në letër, edhe kanë arritur deri te prodhimet e gatshme. Po në kohë të fundit është mjaft atraktiv ky dizajni i veshjes. Shumë, jo vetëm këtu te ne, të gjitha shtetet është atraktive, po mendojmë se edhe ne t'ja arrijmë atë suksesin që ne kemi. Nxënësit nuk ishin vetëm krijues, por edhe performues të mrekullueshëm. Secili prej tyre përfaqësoi një figurë apo ngjarje të rëndësishme historike. Alfabetin e parë në shqip, që ka bërë Naum Veçil Haxhi, që quhet Avatar, për shembull kjo, dhe kemi bërë shtampimin e shkronjave të vjetra. Unë jam paraqitur me rilindasin Konstantin Kristoforidi, procedura mund të kishte zgjatur deri më 1 javë. Realisht në gjithë këtë veshje kam paraqitur Konstantin Kristoforidin, i cili pastaj është dekoruar edhe me qendisje në dorë. Unë në këtë që jam paraqit me veshjen e Gjergj Fishtës, të cilën thonë se ne pa marrë parasysh fen krishter apo musliman, ne jemi të gjithë shqiptar. Kena përdor vizatimin, portretet me vizatime thjeshta, kena përdor qendisje, ngjyrosje. Në sfilatën e sotme, unë u paraqita me veshjen e fanolit, rilindasve, ku në pjesën e veshjes kemi punuar me materiale bazë. Në punimet e veshjeve kemi përdorur qendisje, teknikat e shtampimit të fotografive, si dhe ngjyrosje. Kjo sfilat nuk ishte vetëm prezantim, ishte një projekt edukativ, kulturor, artistik dhe një mision për ta çuar shkollën Gjoce Stojqeski përtej kufive dhe nuk kishte skenë më të përshtatshme se sa Kalaja e Ulqinit, një monument që flet për historinë, identitetin dhe qëndresën, theksoi drejtori i kësaj shkolle, Muzafer Livoreka. Fakt se shqiptarët pos qytetet të ndryshme përjetare në Shqipëri vizitojnë, ne kemi analizuar që do të bëhet një përkraje për qytetin e Ulqinit. Duke ditë që qyteti i Ulqinit ka vende shumë të bukura, konkretisht siç është Kalaja e Ulqinit dhe konfiguracioni i terrenit në të cilën ne kemi analizuar me profesorët që do ta përgatitin sfilatën dhe kemi ardhur në përfundim se Ulqini konkretisht Kalaja e Ulqinit është shumë e kapshme që të bëhet një sfilatë nga ana jonë. Unë gëzon për së pari herë parasysh se jam drejtor dhe pas ardhes time ne marrim një sfilatë jashtë shtetit. Kjo tregon se nga po të kalojmë edhe çështjen e jo vetëm shtetit, po dalim jashtë shtetit ton apo po tentojmë bëjmë një shkollë shumë e fortë rajonale në cilën do të jetë si më thon një kërkesë e nxënësve që saçi kudo ku të zgjedhin një shkollë të mesme profesionale të vinë tek ne për se kanë çka të mësojnë apo kanë çka të shohin apo kanë çka të formojnë si personalitet për në të ardhmen për të bërë
profesor apo diçka tjetër edhe këtyre drejtimeve. Edhe drejtime tjera, po tekstili ka shumë, duke ditë që 2 klasa në tekstil që thot interesimi është i madh, kështu që edhe pse ka qenë edhe më i madh, por normalisht duke ditë që është reduktimi i fëmijëve në shkollë fillore dhe mos interesimi prindërve se çka ka në shkollën tonë. Por e di që tekstili gjithnjë ka pa kërkesa që të vinë nxënësit mendoj të jenë drejtimin e tekstilit. Në fakt në një kohë gjatë po luftojmë me një mentalitet duke ditë se shumë herë po thonë shkolla mesme tekstile. Njerëzit mendojnë që shkolla mesme tekstile është shkolla mesme e kohës komunizmit. S'është e vërtetë ajo. Fakt ekziston ende drejtimi tekstil, po që 15-20 viteve ne kemi drejtime të tjera. Siç është dizajni i veshjes, siç është dizajni interior, apo dhe drejtimi kimi i teknologji. Pra tek ne ka dhe drejtime të tjera në cilin vinë në zonës apo talent që janë të lindur, apo ato analizojnë me prindërit e tyre se fëmijët e tyre duhet t'i zgjedhin këto drejtime. Pra duke ditë që ne me ekspozita po punojmë shumë dhe sfilata, pra ajo është që nxënësit dhe shkolla jonë ofron diçka që nuk ofrojnë shkolla tjera. Duke ditë se Evropa, Unioni Evropian financon shumë shkollat e mesme, kështu që besoj që shkolla jonë do të jetë një ndër shkollat, edhe pse thuhet shkollë, po kalojmë në rajonin, u mendoj se do të jetë në të ardhmen shkollë më e mirë në rajon apo në Evropë, për disa drejtime në cilin i kemi. Sfilata e nxënësve la mbresa të thella edhe tek të pranishmit, të cilët kishin ardhur nga qytete të ndryshme shqiptare. Për ta, kjo sfilat, përveç bukurisë, kishte edhe përmbajtje të thellë. Kam konsideratat më të mira për sfilatën, për ne ishte papritur e gjithë performanca. Lexoj lehtësisht një angazhim i mrekullueshëm i gjithë stafit drejtues dhe gjithë pedagogët që janë marrë konkretisht në nxënësit. Është një punë mjaft e gjatë, mjaft kërkuese, mjaft që parapritet nga një studim i thellë i kulturës tonë, i traditave tona. Një punë me kurajo, sepse tentojnë të fusin edhe elementet të historisë tonë në të përditshmën tonë, e cila krijon sfidat e veta. Mendoj që ekipi ja ka dalë të realizojë një punë me shumë entuziazëm dhe me risina në performancën e tyre, gjë që nuk është as pak e lehtë. Dhe besoj se është një rrugë shumë e shëndetshme për të vazhduar, për të thelluar më tej dhe për të hapur një dialog edhe me eksperiencat e tjera, qoftë të shkollave të ngjashme, qoftë edhe me alternativa të tjera në fushën e modës, në fushën e kostumografisë, edhe me kontribut edhe në fushat të tjera. Kjo është një eksperiencë e cila është shumë jetëgjatë. Koha, veshja, ecin, evolojnë, njerëzit përpiqen të marrin diçka nga kaluma, ta përshtaten me të sotmen, zhvillimet e teknologjisë imponojnë kërkime të reja. Dhe këtu me të vërtet shohim një dëshirë dhe një vullnet për të eksploruar në këtë territor dhe për të sjellë një zonë ndryshme. Dhe ajo që vlerësoj unë është kurajo e kërkimit. Ato sjellin edhe elemente interesante të bashkëtesës së materialeve me njëra tjetrën, gjëra që janë organike në traditën tonë. Sjellja e dekoracionit është një problem më vete, një problem i cili nuk duhet ta kopjojë lehtësisht traditën, por të kërkojë tek tradita elemente dhe ngjarje vizuale të cilat të përshtaten me frymën e kohës, me dëshirat e rinisë, me mënyrën se si ato dëshirojnë të jenë në jetën e përditshme apo në raste të zgjedhura. Që kam mbetur i befasuar nga ajo që ka ofroi për publikun sonte në këtë natë në Ulqin. Stafi i shkollës Gjoçe Stojçevski ka qenë një aktivitet vërtet befasues për faktin sepse ka gjetur mënyrën e duhur për të sjellë një kolan të gjithë vlerave të historisë kombit tonë në mënyrën më të bukur. Në fakt
sfilata në vetvete, më ka bërë përshtypje sepse erdhi në mënyrën tjetër që jemi mësuar për kaq kohësh të konsiderojmë sfilat, përveç bukurisë së vajzave të cilat sfiluan, domethënë performuan në këtë shkallë që shohim këtu më, ishte edhe gjetja në mënyrë, si thuash, në perioda në ndryshme të gjithë historisë së popullit shqiptar, domethënë nisur nga rilindasit, më herët se aq, nga poliedrike që ka pasur ky vend, në mënyra dur se si ato u paraqiten para këtij publiku. U bashkuan dhe përqafuan terren, mbase kjo do të jetë një metodologji shumë metodologji e kohëve të sotme, duke pasur parasysh një fakt të thjeshtë që mënyra dur për të indoktrinuar, për të injektuar një informacion në një mënyrë tjetër. Dhe rasti sotëm i shkollës Gjoçe Stojçevski është rasti për të kopjuar tipik një model fantastik. Sfilata Identiteti i Gdhendur është përkrahur financiarisht nga Komuna e Tetovës. Nazmi Dauti, drejtori i sektorit për arsim, theksoi se Komuna e Tetovës do të jetë vazhdimisht në përpjekje për të ndihmuar shkollat me projekte të tilla. Jemi mbledhur këtu jo vetëm për të parë veshje, forma apo ngjyra, por jemi mbledhur këtu për të përjetuar një sfilat që rrjedh nga zemra e historisë sonë. Një ekspozitë gjallë që lëviz, që frymon, që flet me gjuhën e brezave. Kjo nuk është thjesht një shfaqje mode, është një udhtim në përkohë. Çdo veshje që do të kalojë para syve tanë mban mbi supe mira rrëfime për popullin tonë. Nuk do të mundem që ta anashkaloj dhe për kushtimin e drejtorit shkollës mesme profesionale tekstile, zotri Muzafer Livoreka, që sbashku me stafin, profesorët dhe profesoreshat i kthyen dinjitetin kësaj shkolle, e cila në dekadat dhe vitet përpara ka qenë një shkollë cilën as pak nuk e kanë dëshiruar apo nuk kanë dashur nxënësit që edhe të regjistrohen në këtë shkollë. Fal mundit të drejtorisë në bashkëpunim me profesor dhe stafin e shkollës mesme tekstile, ne si Komunë e Tetovës kemi arritur që të mburemi me këtë shkollë të mesme profesionale në kuadër të komunës sonë, e cila me disa prezantime duke filluar nga presidenca në Republikën e Shqipërisë dhe tani kjo sfilat mode që po organizohet në qytetin e Ulqinit. Dhe njëherë, në emër të kryetarit Komunës Tetovës, ju falenderoj për prezencën e juaj dhe të jeni të bindur që Komuna e Tetovës gjithmonë do të jetë në përkrahje të iniciativave të tilla që do të mbajnë gjallë frymën për mbijetesën e kombit tonë. Faleminderit. Në përfundim të sfilatës, duartrokitjet e forta nuk ishin vetëm për bukurinë e krijimeve, por edhe për një mesazh që tingëllonte qartë nga kalaja e Ulqinit se historia jeton dhe rinia shqiptare e bartë me krenari. Kjo sfilat vërtetoi se rinia shqiptare jo vetëm i njeh rrënjët e veta historike dhe traditat, por që është e gatshme ta mbajë gjallë përmes artit me pasion dhe përkushtim.